Këngëtarja e njohur shqiptare, Egli Tako, është gati të rikthehet fuqishëm në skenën muzikore me projektin e saj më të ri. Artistja, e cila ka fituar zemrat e publikut me zërin karakteristik dhe ndjeshmërinë në interpretim, këtë herë sjell një këngë që premton të prek çdo zemër. Projekti mban titullin Nëse të kujtohem dhe shoqërohet me një videoklip emocionues, i realizuar me shumë kujdes artistik për të përçuar më thellë mesazhin e këngës. Publikimi është parashikuar për sot në orën 18:00 dhe pritet me shumë interes nga ndjekësit e saj besnik. Kënga vjen në bashkëpunim me artistin Angelo Koci, një tjetër emër i dashur për publikun shqiptar. Të dy këngëtarët njihen për stilin e tyre të veçantë dhe energjinë që përcjellin në performanca. Ndaj ky duhet të shpritur si një bashkim artistik i shumë kërkuar. Fansat kanë mbushur rrjetet sociale me komente dhe pritshmëri të larta, duke e cilësuar këtë projekt si një ndër bashkëpunimet më interesante të sezonit muzikor. Me këtë rikthim, Egli Tako dëshmon se vazhdon të mbetet një prej zërave më të spikatur të muzikës moderne shqiptare. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.